rrezikshëm për ndarje. Këtë e dëshmojnë faktet dhe provat që dokumentojnë përfshirjen e drejt për drejt të Serbisë. Sot është e qartë, strukturat kriminale dhe paramilitare në veri janë çmontuar. Rendi kushtetues është mbrojtur. Tani mbetet që Serbia të mbahet përgjegjëse për rolin e saj politik, financiar dhe logjistik në këtë agresion. E drejtori i policisë Gazmend Hoxha ka thënë se institucioni që ai drejton do të punojë për t'i vënë të gjithë përgjegjësit para drejtësisë, por ka shtruar nevojën edhe për presion ndërkombëtar ndaj Serbisë që ajo t'i dorëzojë të gjithë të dyshuarit që kanë flet arrest. Kjo është vetëm një hap i parë, e mbetet punë shumë e madhe, por në këtë rast duhet presion i madh i paraqisë ndërkombëtare edhe me institucioneve tona që derisa ata të mos dorëzohen, të mos ndalemi në mënyrë parashtur, të kërkojmë që ata të përgjigjen para institucioneve tona drejtësisë. Krahas 3 të dënuarve në shkallë të parë, autoritetet kanë arrestuar këtë muaj edhe një serb, si të dyshuar për përfshirje në sulmin në Banjsk. E në shtator të 2024-s, prokuroria ka ngritur akt akuzë ndaj 45 personave, me në krye Milan Radojqiqin. Cosa vjen si fonja tintova si zgipi akademika Vahap Goxha.